Prej ditësh po pres pagën time dhe prap asgjë. Çdo mëngjes zgjohem herët, dal në punë në këtë ftoftë, në baltë, në shi dhe e di që në fund ditës do kthehemi lodhur. Por ajo që më rëndon më shumë nuk është lodhja, është fakti që po punoj dhe nuk po paguhem. Kam ardhur në kurbet për një jetë më të mirë. Kam lënë familjen, kam lënë gjithçka pas, vetëm që të punoj me ndershmëri dhe të siguroj një të ardhme. Por sot të ndjej sikur jam mashtruar. Pronari, shqiptar nga Kosova, vetëm më premton. Nesër, javën tjetër, po rregullohet. Këto janë fjalët që dëgjoj çdo ditë. Ndërkohë, un kam shpenzime, kam përgjegjësi, kam njerëz që presin prej meje. Nuk është e lehtë të rish larg shtëpisë, por bëhet edhe më e rëndë kur nuk të vlerësohet puna. Çdo pikë djerse që kam derdhur këtu është e imja. Çdo orë që kam punuar është e imja. Dhe askush nuk ka të drejtë të ma mbaj mundin. Nuk kërkoj mëshirë, nuk kërkoj favore. Kërkoj vetëm atë që më takon. Sepse në fund të ditës, njeriu mund të duroj lodhjen, mund të duroj sakrificën, por nuk mund të duroj padrejtësinë. Duhet të keni frikë Zotin, sepse kjo është djersa ime dhe buka e familjes sime. Si bëhet kështu me shqiptarin, me gjakun tënd. Si mund ti jam bash, mundin dikujt që është si ti, kjo dhem, më shumë se çdo gjë.